Në planin ndërkombëtar, dëmi është katastrofal. Përbes katastrofal. Çdo takim që e ki, pyetja e parë është çka po ndodh me krizën në Kosovë. Pse ju nuk mundi me zgjedh president? Edhe përbes nuk mundi me kuptu arsyet kur jap shpjegon. Hiç, absolutisht. Për ta është e pakuptueshme. S'konceptohet. Nëse jap shpjegon që të pozicion ku jemi tash, sidomos, e kjo ishte për javës të kaluar, që lëvizjave të vendosje, tërhiqet, vendet janë të thota, edhe nuk propozohet nga opozita, president, që ai president mu zgjedh, edhe me kriju quorumin, kjo absolutisht nuk mund të më konceptu. Edhe kjo e ka një dëm të madh. 3 kriza në kanë ndodhur në 4 parë zgjedhje për 7 vjet. Dhe që të 3 krizat e kanë pas formë edhe arsye themelore për pjekjen për mos pranim të rezultatit zgjedhor, ama saktë me thonë është edhe për pjekje për përmbysje të rezultatit zgjedhor si reflektim i vullnetit të popullit. Kriza e vitit 2020 e ka pas formën e daljes së LDK-s nga koalicioni me vetëvendosjen, edhe përmes bashkëpunimit me PDK-n rrëzimin e qeverisë Kurti 1, pra një mos pajtim që kryeministër me qenë Albin Kurti, edhe një mos pajtim që populli pse ja ka dhënë mandatin lëvizjes vetëvendosje me qeverisë. Kjo më mërmendja që ka qenë thelbi i krizës së parë. Dhe kriza e tretë është kriza të cilën po e kalojmë tash. Kjo është bashkimi i subjekteve parlamentare këto opozitare për me e shfrytzu çështjen e presidentit që përmes pamundësimit të quorumit të çojnë në zgjedhje. E cila është shpresa e tyre është që përmes kësaj, përmes shfrytëzimit të institucionit tjetër, të një institucioni tjetër në këtë rast, që është presidenti, që nuk ka lidhje me qeverinë, me mujt me rrëzu qeverinë. Kjo nëse dojmë me citu Machiavellin, i bjen me shku shumë larg. I bjen me shku shumë larg në betejën politike, me shfrytëzu edhe një pozitë shumë të nderuar, si që është pozita jonë më e lartë, që e parashek kushtetuta për me rrëzu pozicionin e qeverisë edhe të kryeministrit. Edhe është shumë interesant kur po do në mërzu. Po do në mërzu pas 4 mujve. Se unë e kuptoj kur të zohet para mas 2 viteve, mas 3 viteve, e kuptoj kur ki përpjekje serioze me rrëzu një qeveri, kur ka plas një skandal shumë i madh, i cili e përfshin krejt shtetin e, krejt shoqërinë, një skandal që nuk mundet me përbi as populli. Organizohen krejt edhe në rregull, në Evropë ndodh shpesh. Edhe kemi pa kësi raste. Është krejtësisht në suaza të zhvillimit normal të politikës. Edhe këto e në mjetet që i ka politika. Por kur populli ta ka kallëzu qartë se cilin mënyrë meritore, vendin e ti edhe fuqin e ti politike, mas 4 mujve mu qu dhe me shfrytëzu një mjet të tillë politik për me erdhëzu një qeveri e cila jo vetëm që populli e ka përshëndet, a thu, të supozojmë, të mundohemi të hymë logjikën e tyre pse. A thu të gjitha këto parti politike presin që nesër, kur të mohat zgjedhjet, lëvizave të vendosje mi pas 13%,
ose 17%, e këta mi pas 51%. A mund tjetë kjo arsyeja? Se për diçka ti shkon zgjedhje. A mu gjithë kush ma mërmenja që do në me ndërtu një diçka racionale. Qëllimi du të me konë, spoku du të me pasat karakterin racional, natyren racionale du të me pas qëllimi. A thu, menojnë ata, që për 4 muaj, ajo që është kështu, kthehet kështu. Unë për vete, se i një, ju veç kështu për i një dhe personalisht, unë për vete, zbesoj që ata besojnë. Në këtë, zbesoj që besojnë. A kanë sondazhe, edhe a kanë dhona ma objektive, që kanë ndodhë? Kanë sondazhe. I kanë informatat e sakta, që kanë ndodhë. E që është e mundshme pra, dhe këta për pyetje për bën këtë populli ma mërmenja, edhe të qytetarë, që është e mundshme mi ditë krejt parametrat e situatës, edhe prap me e botë të njëjtën. Nëse duam të shkojmë deri te arsyeja më e fundit, mu po më del vetëm një nihilizëm. Nihilizëm politik shumë fatkeq. Shumë fatkeq për Kosovën. Me pasoja të cilat ne nuk mund t'i parashikojmë. Tash për tash. Qëllimet po i dim, po hapësira në të cilën do të na hedhë këtë qëndrim, ku lëvizjave të vendosje i bëri të gjitha, çka kërkohen prej saj. Në fund, me një mandat shumë të fuqishëm demokratik të legjitimimit të pushtetit politik, prap e bëri edhe hapjen e fundit.